Para 2 javë kom desh me kall me benzin, po qysh I kam kushtet ma mirë me vdek. Yusuf, a je në shtëpi? Në të s'jom laqe 3-4 muj, këshia të më thonë I di krejta, mirët nuk I di. Në këtë kontinjer që po e shihni mbrapa meje, në kushte të rënda ekonomike, pa energji elektrike, pa tualet, jeton një 58 vjeçar nga Podujeva që quhet Yusuf Gashi. Për këtë rast të rënd, neve na kanë njoftuar qytetarët e Podujevës. Hajdeni me mu bashk, me shpresë që Yusufi është në shtëpi, edhe na tregu më shumë rreth jetës së tina. Yusuf, a je në shtëpi? Mirë dita, qysh je? Apo do në mysafir? Po. A je mirë? Që mirë. A je lodh? Që. Apo në afton mrena? Po. Hajde! Mirë se vjen. Apo në kallëzën që soj e tu jetutin që të kontinjar? Që një 2 odit. Ku je konë ma përpara te? Në lokal atje në tregin e gjelbë. Aha, e kush ta ka dhonë ty atë lokal? A ke pagu qëroa ju? Jo. Aha, qa ty je pastru? Po. Veç një dhumë si u konë të kur gjë tjetër, lokal aj mo. Tjetër kur gjë, më pastruhe, me bajlere, me krejtin konë. Tash një kontinjer që 2 odit, tash s'ka kur gjë, as uj, as rrymë, as një balon që aty kanë qitë që gjithë dhe ati zdi. E kanë mush me uj edhe mos vinë mu mi pasyt. E që shpja bën ti për me hongër, për me pisov? Kjo është shqiptar për shqiptar, kjo e pagun një brak. Edhe ti shkon hanë aty, a? Po, vesh një brak. Po më nimojnë njerëzit, I falenderoj, edhe një penzi e kam 120 euro. Qka po bën me 120 euro te? Po her blej diçka me vesh me masha edhe me hongër. Her ne I laqe që të I laqe që si. E a ki familje ti, Yusuf? I kam veti 5 të vlla dhe 5 mutra. Po ti nuk flet me vllazën që tu, a? Po sër folëm, Unë mërzitna si vllazni I kam 5, mutra 5, edhe si mos me pas as një. Në këta desh me pas një shtëpi normal që kur të jërë, të kur gjithë. Kushtet normale, jo veçaj. Para 2 javë kom desh me kall me benzin, se ata erën të komunës dhe që më qitë në rrugë. Heqi senet të din në rrugë. Edhe të isha më kall ma mirë se senet të rrugë më shku e pështë. S'mu ishta me dërru e qartë. E mora shiqën benzinit e ktheu atë trupit të në kryve. Tani edhe në I therën ata policia mjekte, ata si shqymë zgjermin e unë I mësue me tanat këqijat I mësue, I më provue. Të këqijat të më thonë I di krejta, mirët nuk I di. Po qysh I kam kushtet ma mirë me vdek. Me pipe dikoj jo diçka. Sa vështirë është me jetu vet, Yusuf? Po një mësue tash vetën, se më t'i ku mjetu vetën. Amo pa uj, pa rrymë, pa asej, katastrofë krejt. Që shpja bën ti për mu pastru? Në të s'jom laqe 3-4 muj. U konë ajo veceja e trenit, stacion e trenit. U konë me bërlog, me krejt, u konë, e ne kom I dis një derë paka shumë. Qysh ku mujtë, veç me kryje nevoj. Këshia po thëjnë, kemë të ahje kontineri, kom e quë e largë në tonë për rrugë. S'po më lojnë as këshia rahat, policini kom thirë një 2 herë. Edhe kur gjë, një herë kënë një shumë me këta, edhe kur gjë, së dyti tha, policia në kanë më thngutë, mo. Po, ata se të shrojnë si s'ki parë, s'ki ase, thëjnë, është e smutë, s'ka kur gjë. Për çka pi përdor ti këto? Po veç më marrë gjumi ka herë, se të menue gjithë shka. Tanat mija ti ka me kësek, edhe veç me nëj tani me pi një më mërë gjumi. Kush ti ka dhënë këto, mjeku, a? Mjek. Po besoj që historinë e Yusuf Gashit e dëgjuat. Tash kemi ardhur në komunën e Podujevës për të marrë një përgjigje. Çka është puna e tij? Cili është plani I komunës? Sa do të qëndrojë Yusufi aty?